mirë po e marrë në mënyrë hipotetike. Nëse numrat janë parafërsisht ashtu siç kanë qenë nga zgjedhjet, nëse numrat dalin siç kanë qenë parafort nga zgjedhjet e 9 shkurtit, atëherë po i bie që mund të hyjmë prapë në një rreth vicioz dhe që të kemi blokada të tilla çfarë kemi pa për këto 7-8 muaj. Ndaj që duhet të votojnë qeverinë e re, të dalën nga zgjedhjet në interes të shtetit dhe këto inate që i kanë partitë opozitare, do thotë më së tepërmi po i dëmtojnë qytetarët e Kosovës, shtetin e Kosovës, por mund të them lirisht që edhe vetveten kuptimin e partive të tyre respektive, sepse Kosova është e vogël, gjithçka është duke u ditur, do të thotë po identifikohen partitë opozitare si bllokuese e jo lëvizja vetvendosje, posaçërisht pas këtyre lëvizjeve, do të thotë që i bëri Albin Kurti në rastin e nominimit të dikujt tjetër. Rezultatet do të jenë të njëjta? Pse thua rezultatet do të jenë të njëjta kur njëkohësisht konfirmon se ata që kanë krijuar këtë ngërç, që janë penalizuar le themi mbarvajtjen politike janë partitë opozitare? Si rregull ato duhet të kenë rënje të votave, të cilat do të shkojnë te vetvendosja apo jo? Mund të ndodhë fare lehtë kështu, po sa unë nuk mund të flas në emër të votuesve, por perceptimi është ashtu siç e thatë ju, sepse këta po identifikojnë çdo ditë e më tepër si bllokues formimit të institucioneve. Është thjesht nëse nuk e duan Albin Kurtin për kryeministër, ja ku e kanë dikë tjetër. Dhe ne faktikisht nuk mund t'i ndrojmë lojnat në kuptimin nuk mund të ndryshojmë diçka, sepse partia fituese ka më tepër. Por prapë e përsëris vetveten i lirë, nëse ata mendojnë që të mbeten në këtë standarde çfarë po i formojnë vetë, do thotë që janë bllokues, atëherë ata mund të humbin një numër tepër të madh të votuesve, sepse çdo qytetar i Republikës Kosovës është i vlefosur, që i bie as nuk po votojnë, do të është mungesa e 4-5 votave dhe as që po duan ta marrin pushtetin dhe ku është ideja e daljes në zgjedhje të lira nëse vim në një situatë të tillë. Do të fare lehtë qytetarët e dinë këtë çështje mirë, po prapë siç thuhet vota është e shenjtë dhe duhet të presim. Qartë. Avokat, dua një analizë tëndën. Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundrejt kryeministrit Kurti ka ndikuar le themi në popularitetin e tij, në skenën politike, qoftë edhe për të pasur marrëveshje. Janë stepur le themi subjektet opozitare për të bashkëpunuar me të mbas vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju si e shihni? Po, varësisht se si dikush e percepton këtë, ne duhet ta dimë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Albinin po na armatosin, faktikisht kemi armatim tepër të sofistikuara, një pjesë që kemi blerë, një pjesë që na i dhënë si donacion, dhe tani po shifet që ne kemi ndarë. Këto shkojnë për Kosovën, nuk shkojnë për Albin Kurtin, avokat. Për 1 miliard eurove. Shkojnë për Kosovën, jo për Albin Kurtin. Jo, po them që qeveria e re e Albin Kurtit, qeveria që tani është në mandat, ka investuar shumë edhe në ushtri dhe ka kryer sovranitetin e veriut Kosovës. Dhe ndoshta partitë do thotë opozitare po kanë një droje faktikisht që në zgjedhjet e ardhshme mund eventualisht të përsëritet rezultati i vitit 2021 dhe atëherë situata do të jetë shumë më e qartë dhe besoj që shumë më e mirë për shkak të këtyre blokadave që po i bën opozitar pa kurrë arsye. Sa është gjasa që sërish Kurti të jetë kryeministër mbas zgjedhjeve të jashtëzakonshme, të cilat duken versioni më i mundshëm?